Miqtë po përbresh, jemi këtu në Romë, te Palazzo della Cancelleria e kemi me ne Ministre e Kulturës e Republikës Shqipërisë, Blendi Gonxha, si jene? Jam mirë, jam edhe më shumë i ngarkuar se vetëm me kulturën, se mbuloj dhe turizmin dhe sport. Edhe sport, turizm Shqipërisë, por edhe rinin. Sa mirë. Kemi 4 portofole që janë shumë të rëndësishme për qeverisja. Edhe ju falemderit që jam të me ju. Sa bukur, jo, unë të falemderoj sepse ke këtu te po përbresh, kjo trasmisiona jone, me në YouTube, në Spotify, Amazon Music, edhe rrëfia me historinë vleri e Arberisë. Kemi nevojë të rrëfia me Arberinë. Ta fillojmë nga gjua, që nuk e di për ministrat e tjerë, po unë kam më kollaj ta kuptoj, se kam jetuar nga 0 deri 13 vjeç në Gjirokas, sepse baba i familje punonin atje me atë kohë, dhe pastaj kemi vajtur në Tiranë, kështu që atë do ta marrësh këtë klasë, e kam më natyrale ta kuptoj, sepse vi nga jugun, edhe ajo gjumë është ngulitur, po pjesa tjetër pastaj është me vërtet një ndjesi shumë e bukur, dashurie dhe si themi zemre këtu me gjithë pjesëmarrje dhe ambientet, para jemi në fantastik ambientet e Vatikanit dhe është shumë domethënëse, kështu që jemi akoma mrekulluar nga e ardhur, nga të qenurit këtu dhe shpresojmë që dhe konferenca të jetë shumë interesante dhe sa të shkojë mirë, po edhe pjesa e programit tjetër të një lloj mini ekspozite për kulinarin, edhe janë veshat arbresh, veshat arbresh, muzika, këngat arbresh, folklorit që lidhet me. Sa bukur, sot një ditë shumë e mirë për Shqipërinë edhe për arbresht, se jemi bashkë, edhe bashkë ti ke bën një punë shumë e madhe, ministre, me ministrin Katoni Gjuli. Të moti i madhë, ma si ke bon, ma ka qenë shumë një lajme shumë e mirë në Arbëri. Procedurën për të bërë gati dosjen dhe për të aplikuar edhe për motin e madh, që është një ëndër e rëndësishme e komunitetit arbëresh, po edhe detyrë, pra detyrimi ynë si Shqipëri, si shtet, dhe po punojmë shumë edhe për kultural, që është një fondacion shtetëror që kemi ngritur, për të pasur një tjetër energji në diaspora tona, edhe ato të reja, po dhe diasporat e lashta si arbëreshët, në mënyrë që ne kemi një prezencë kulturore, sociale të qendrave tona në këto vende, dhe në Itali do e kemi një nga vendet e para që duan të hapim një shtëpi shqiptare, një qendër kulturore shqiptare, dhe pastaj gjithë pjesa tjetër e programit që lidhet edhe me muzeun arbëresh në Vuno, që është një projekt nga koncept tashmë kalon në një projekt konkret, dhe ne në brigjet, në viset e atyre zonave nga nisi eksodi, nga ku ju të parët tuaj ka nisë qyteti, ne do të kemi një muze të vogël, shumë të dashur, shumë të rëndësishëm, për historinë dhe dedikuar krejtësisht tregimit mbi arbëreshët dhe mbi figurat, personalitetet, faktet, që kanë punuar shumë lidhet me historinë e arbëreshëve. Se mish, unë të falemderoj për këtë punë, se kjo një punë e madhe, dhe një dhe e re, për Shqipërinë, për Arbërinë, për Arbresht, edhe na kemi nevojë ka është një fjalë që thot kështu, thot Arbërinë, Shqipërinë, ajo mom e vjetër. Kjo mom e vjetër na ngjatin një dorë. Është shumë e vjetër dhe duhet ta kuptojmë që, si më thënë edhe për të rinj sot, edhe për ata që janë sot fëmijët tanë, që ndoshta nuk i dinë këtë historitë, ndonjëherë nuk i japin as rëndësinë e dur, është e lidhur me një krenari e cila nuk lidhet edhe me Shqipërinë, shqiptarët, gjuhën tonë, por është e lidhur me një rrënjë e cila sot na bën ndihemi shumë europian. Sepse Europa ka filluar në mesdhe. Europa ka filluar atje ku ne kemi qenë zot të vendit, edhe të dokeve, të kulturës, e traditave, dhe kjo na bën që të jemi shumë europian. Jo se ne kemi ndonjë nevojë që të jemi dhe duam ta vërtetojmë të gjë as ndokujt. Por është e rëndësishme që gjithë ne ta kuptojmë që ne jemi europian, dhe Europa duhet ta kuptojë gjithashtu që tu ka të bëjë me një kulturë e cila është në fillesat e
Europës Sa mirë, sa mirë. Faleminderit shumë, ministre. Faleminderit shumë. Puna në bashkë, puna në bashkë. Ti mirë, ti mirë.